kanë kap mediat një video të Faton Zylbearit, nëse mund ta kemi regjia, kërkoj Fatonin gjatë festës së titullit kampion. Shifni me këtë kostumin e ngjyrë jeshile, është romantik dhe ka kapur. Ky moment ju ka ikur të gjithëve, si duket, ju nuk e keni pa. Unë e kam pa. E ke pa? Mos më shpëtoj. Mos jetë ti që ke regjistru. Shiko, Aziz. Mund ta komentoj? Më lejohet? Sigurisht. Ç'ishte kjo mor Faton? Më emocionove, tash më dolën ca pika djertë. Shiko, unë dua të jem promotor i familjes. Do isha futur, kohë e fundit jemi dëshmitar të dhunës në familje ndaj gruas në Kosovë, më shumë ka ndodhur edhe vrasje, dhe sinqerisht për mua nuk ka institucion, nuk ka gjë në botë që mund të jetë e suksesshme nëse zanafillin fillimi nuk e ka tek familja. Prandaj gjithmonë them që secili prej nesh duhet promovoj ashtu siç kishin këta beqarët, nënat, baballarët, edhe të tjerët, edhe nusët. Nusja ime nuk dëshiron të eksponohet me fëmijët. Ishin aty dhe unë doja një fotografi të përbashkët. Po nisem nga doli kjo video. Doja një fotografi të përbashkët sepse jam fotografuar në vitin 2011 me trofeun dhe shumë të ri atëherë me bashkëshortën dhe nuk e kam marrë atë fotografi asnjëherë. Ke qenë atëherë i martuar, po? Me të njëjtën grua, me njëherë jam martuar. Njëherë jam martuar, unë edhe do zoti sa të jem gjallë, isha martuar edhe njëherë me të njëjtën grua, edhe njëherë sepse kam ca gjëra tjera në aspekt organizimit tash. Jo, doja, Aziz, të punosh në futboll, posa që rish në Shkëndi, të merr shumë energji, shumë mungesa në shtëpi, edhe kur je në shtëpi ndonjëherë nuk je. Ka 3 ditë që ka përfunduar ftesa, unë akoma nuk jam ulur ta ndaj një fotografi që ta postoj. Dhe doja një fotografi me familjen, duke qenë që çunat po festonin, nuse emi insistonte që nuk futëm në terren, merri fëmijët edhe kryej. Unë doja vëlla sepse ata janë përkrasit më të mirë. Këtë që jam sot, pa mbështetjen e familjes. Do të shfrytëzoni mikrofonin zyrtar të Shkëndijës për të ftuar nusën në stadion. Shumë romantike. Aziz, unë nëse ti do kishe një situatë, unë edhe për ty e kisha bërë. Po? Po, ta kisha organizu një fejes aty, tash mos i kesh këto gjërat, edhe për cakën edhe për tjerët. Dhe ndodhi si ndodhi, unë ju falenderoj juve, aty ishin edhe kolegët nga Kosova që kapët atë moment, di që e kam parë edhe cakën aty, duke ditur ata që po ofrohet bashkëshortja, menduan që do të turprohem, i nxorën telefonat po inqizojnë, nuk e dija që do lëshosh në mënyrë publike, por sigurisht është kënaqësi dhe unë jam i lumtur që familje Skuqezi, ju bashkua dhe familja ime dhe që e kemi atë fotografi. Më në fund, atë që se kisha vitin 2011, e kam tani dhe së shpeti edhe do dalë në dritë dhe do publikohet. Të falenderoj ty.